Valon Nikçi, një shqiptar pjesë e ekipit të kongresmenit George Latimer në sektorin Task Force për punësim dhe ekonomi. Valon Nikçi, pjesë e Task Force për punësim dhe ekonomi në kongresistit George Latimer, është sipërmarrës dhe aktivist i komunitetit shqiptar-amerikan në Westchester, është emëruar pjesë e Task Force për punësim dhe ekonomi në kongresistit George Latimer. Në një prononcim për mediat, ai e konsideroi këtë si nder dhe një përgjegjësi e madhe, duke theksuar se ndihet i privilegjuar që kontribuoj me përvojën e tij në biznes dhe të përfaqësoj komunitetin shqiptar në një forum kaq të rëndësishëm. Është një nder dhe përgjegjësi e madhe të jem pjesë e Task Force për punësim dhe ekonominë e kongresistit George Latimer, ndihemi i privilegjuar që mund sjell zërin e komunitetit tonë dhe kontribuojnë në përvojën time në biznes, tha Nikçi. Sipas tij, politikat ekonomike të Task Force do të përqendrohen në forcimin e ekonomisë lokale, mbështetjen e bizneseve të vogla, krijimin e mundësive të reja dhe lidhjen e punëdhënësve me fuqinë punëtore. Ai theksoi se synojnë që zgjidhjet të jenë praktike dhe të kenë ndikim të drejtë për drejtë në familjet. Në dobi të komunitetit, Valon Nikçi ka bashkëdrejtuar projekte të rëndësishme në themelimin e The American Club of Westchester dhe shkollën shqipe brenda klubit, si ka bashkëpunuar me kongresistë të ndryshëm për çështje që prekin shqiptarët. Valon Nikçi është shqiptar nga Kosova, edhe në SBA si refugjat në vitin 1999, sot është themeluesi i Link New York Realty, një figurë e njohur për angazhimin e tij në jetën komunitare dhe organizata amerikane, odat ekonomike dhe Rotary Club.